Fundit politike në vend me fokus të veçantë në nevojën për konstituimin sa më të shpejt të institucioneve pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Një pjesë e takimit ju kushtua procesit të Berlinit, të cilën kësaj radhe do ta organizojë Mbretëria e Bashkuar. Presidenti Osmani ritheksoi nevojën që në agjendën e këtij procesi të prioritizohet çështja e personave të zhdukur me dhunë, si dhe një detyrim moral dhe ligjor që nuk mund të injorohet në kuadër të paqes së qëndrueshme në rajon. Gjithashtu theksua rëndësia e bashkëpunimit të mëtejshëm në kuadër të agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, duke parë mundësitë për një rol edhe më aktiv të Mbretërisë së Bashkuar në mbështetje të rolit të grave në proceset paqësore dhe vendimarrëse, thuhet në njoftim. Ndërkohë, kryetaria e AK-s, Ramush Haradinaj, ka thënë se ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve që një grup prej 10 deputetëve t'i nënshtrohet gjykatës, t'u drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me vendimet e marra gjatë përpjekjeve për konstituimin e kuvendit. Ne kemi përgatitur një kërkesë që do t'ja adresojmë gjykatës kushtetuese për vlerësim të kushtetutshmërisë së këtyre vendimeve që kanë ndodhur në seancën prej mënyrës së kandidimit, ripërsëritjes së kandidaturës, mos zgjedhjes në votim, ndërimit të mënyrës së votimit, mos formimit të komisionit, e besoj që sot gjatë ditës do t'ja dorëzojmë, ka deklaruar Haradinaj. Mirë, duket se opozitarët po lëvizin përsa i përket zgjidhjes së ngërçit politik. Haradinaj pretendon se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese përsa i përket seancave konstituive të cilat vazhdojnë që të dështojnë njëra pas tjetrës. Ndërkohë, zoti Avdi Xhiku ka propozuar një qeveri teknike dhe madje ka paditur eksponent të vetëvendosjes kryeministrin Kurti. Për gjitha këto do të bashkëbisedojmë me kënaqësi me zotin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e ke parë padin ndaj kryeministrit Kurti në detyrë? Çfarë do të sjellë kjo? Çfarë do të prodhojë? Do ta zgjidhë ngërçin politik? Do t'i ushtojë presion vetëvendosjes maxhorancës? Po, unë mendoj se të gjitha veprimet që janë duke u bërë tani janë me qëllim që të ketë një presion të shtuar kundrejt kryeministrit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosjes si forca kryesore për që ka marrë më shumë vota në zgjedhjet e kaluara parlamentare, por unë mendoj se një gjë e tillë nuk mund të sjellë ku me ditë se çfarë rezultatesh, pasi që vendimet e gjykatës kushtetuese do të pritet gjatë për to, pastaj nuk është ndonjë që mund të themi se është bërë thyrje kushtetuese. Me rregulloren e kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës, vendi, pozita e kryetarit të parlamentit i takon forcës kryesore që ka numrin më të madh të votave në parlament. Dhe si e tillë ata duhet edhe të kenë votat. Unë mendoj se gjithë problematika e kësaj situate qëndron tek numri i vota, tek matematika, po e themi kështu, për arsye se asnjëra e as pala tjetër nuk i ka numrat e mjaftueshëm për ta krijuar qeverinë. Dhe në këtë mënyrë mundohen që me mos zgjedhjen e kryetarit të parlamentit të përfitojë në kohë në mënyrë që të mos futen afateve kushtetuese. Pasi me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në momentin që kemi të zgjedhur parlamentin, atëherë presidentja, në këtë rast presidentja, pra i nominon personin për kryeministër dhe nga momenti i nominimit, ai person i ka vetëm 3 javë kohë, pra 20 ditë kohë për ta arritur numrin e vota për të votuar qeveri. Dhe nëse kjo gjë nuk arrihet brenda 20 ditëve, personi në fjalë e humb të drejtën e tij për të rikandiduar dhe humbet pra shansi. Në këtë mënyrë, lëvizja vetëvendosje, edhe nëse do të ketë numrat nëse po e zëm se opozita do i jap 2-3 vota, apo do të kemi ndërrim të një kandidati të një emri për kryetar të kuvendit, atëherë kryetari votohet, mirë po pastaj qeveria nuk do arriti bëj numre. Dhe në këtë rast mandati ka lënë te personi tjetër, po supozojmë te Partia Demokratike, pasi që është forca e dytë parlamentare, me sa duket as ata nuk i kanë numrat, se sikur ata të kishin numrat, nuk do të bënin zgjedhje të mëdha në mes
Albulenës apo një individi tjetër brenda lëvizjes së vendosit do të votonin dhe do ta krijonin qeverinë. Mirë po edhe ata me sa duket nuk kanë arritur një konsenzus brenda opozitës për ta krijuar qeverinë, pasi që Lidhja Demokratike e Kosovës jo vetëm që nuk është pjesë, jo vetëm që nuk u bë pjesë e kërkesës që ju shkojnë nga kryeministri Kurti, por ata edhe në raport me opozitën kërkojnë vetëm postin e kryeministrit. E posti i kryeministrit nuk mirret me pak numra sa ka sot Lidhja Demokratike e Kosovës si forca e tretë parlamentare. Do të zgjidh diçka apo gjithçka nisma e AK-s, zotit Ramush Haradinaj, për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese, dhe nëse do të mundesh në mënyrë të përmbledhur, ku do të konsistoj kjo kërkesë drejtuar gjykatës? Po me të thënë të drejtën, tamam kërkesën e tyre si e kanë përpiluar, nuk unë pas rastin ta lexoj, dhe nuk mund në këtë rast mund vetëm të spekuloj, por sido që të jetë. Unë mendoj se ai është vetëm një hap për të thënë se ne po lëvizim dhe po bëjmë gjë, po bëjmë ndonjë gjë, mirë po rezultat dhe zgjidhjet e problemit nga AJMOS, Aleancës për Armërinë e Kosovës nuk do të ketë. Unë e di një gjë dhe jam mëse i sigurt se Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka hallin që të mos shkojmë në zgjedhjet e parakoshme, pasi që Aleanca për Armërinë e Kosovës në zgjedhjet e kaluara së bashku me nismën socialdemokratike mezi arritën të kalojnë pragun dhe në rast të zgjedhjeve të parakoshme një koalicion me nismën socialdemokratike nuk do të kenë, pasi që këta u tradhtuan nga nisma socialdemokratike, ju dolën nga koalicioni dhe nga grupi parlamentar, dhe si e vetme Aleanca për Armërinë e Kosovës rrezikohet të mos kaloj pragun zgjedhor. Pra, këta janë disa hapëlla taktik në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhje, por edhe nëse shkohet në zgjedhje për të dalë para popullit. Pra veprime më tepër populiste se sa veprime për të zgjedhur problemin. Nuk e shikon si diçka serioze. Po propozimin e Abdi Xhikut për qeveri teknike, në pamje të parë duket se është një zgjidhje e mirë, shkohet deri në momentin kur do të zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës, edhe më tej shihet se si mund të funksionojë klasa politike apo edhe majoranca. Unë mendoj se zgjidhje më të mirë se Abdi Xhiku dhe të gjitha forcat politike kam propozuar në disa herë në intervistat e parapakuar edhe me ju, pra që zgjidhja më e mirë do të ishte një qeveri gjithëpërfshirëse. Mirë po, ne si shqiptarë që jemi një gjë të tillë dhe kemi shumë vështirë ose më thënë gati të pamundur për të arritur një gjë të tillë në mes të forcave politike shqiptare, arrihet vetëm me një presion ndërkombëtar, e kësaj radhe po duket se bashkia ndërkombëtare nuk është e interesuar të merret me çështjen e Kosovës dhe me çështjen e zgjedhjeve në Kosovë apo me institucionet e Kosovës, dhe unë këtë gjë e shoh më shqetësuese se gjithë ajo tjetër, gjithë ajo çfarë është duke zhvilluar në Kosovë. Nëse më pyetni pse është shqetësuese, unë mund të them lirisht se në momentin kur qeveria në ikje, pra qeveria e zotit Kurti, apo edhe vetë kryeministri Kurti kishte marrëdhënie jo të mira dhe kundërshtime si me europianët ashtu edhe me Grenelit, është parë jo e mirë po ajo situatë ka qenë më e mirë se sa momenti aktual kur të tjerët nuk dëshirojnë të merren me ty. Zoti Veliu, ju e cekët pak. Duket se presioni nga ndërkombëtarët ka ardhur, po jo me forcën e duhur. Si do të vijojë më tej? Nga do të vijë zgjidhja në gjykimin tënd? Nëse ata nuk reagojnë, çfarë do të ndodhë? Një reagim patëm nga europianët, të cilët janë të interesuar që në çdo mënyrë Kosova të ketë institucione. Mirë po, futjen e tyre në çështjen e Kosovës, më duket se ata dëshirojnë ta shohin nga sugjerojnë, mirë po nuk veprojnë. Kështu unë e kam kuptuar ato gjë çfarë u tha. Prap janë të kujdesshëm, prap janë të kujdesshëm, nuk janë ashtu siç kanë qenë më herët, le themi, ku edhe kanë udhëzuar. Definitivisht, jo të jenë të kujdesshëm, por duan të qëndrojnë, duan të shikojnë nga larg, ndërsa dhe në parim mirë bëjnë, po në momentin kur Gërçi po zjat kaq shumë në gjykimin tënd, a duhet të reagojnë ashtu siç kanë pas reaguar më parë? Po më parë, pikërisht në Euronews, në një nga kolegët tuaja, unë kam thënë se
qeveria e Kosova do mbetet pa qeveri deri pas pushime, pra deri në vjeç nuk do të kemi zgjedhje. Dhe njëri nga biseduesit e mori shumë për të keq ato, sa që ju duk atij që mirë po, me sa po shihet një gjë e tillë do të ndodhë. Do të ndodhë. Fatkeqësisht prognoze qelluar, edhe pse ende jemi në muajin maj. Pse e them këtë? Në qoftë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar partinë Lëvizjen Vetëvendosje dhe Lëvizja Vetëvendosje thotë se ne nuk do bëjmë koalicion me Partinë Demokratike, nuk mbetet gjë tjetër vetëm mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Mirë po, për të shkuar deri te zgjedhjet e parakohshme, duhet konstituimi i parlamentit dhe duhen 2/3 e votave për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme, që don një rrugtim të gjatë. Ndërsa të dyja palët janë të pozicionuara për apo kundër Albolenës, dhe si e tillë shihet që do të kemi një rrugtim të gjatë. Dhe një gjë e tillë, pra mbajtja e zgjedhjeve, në rastin më të mirë mund të mbahen në muajin korrikt. Në muajin korrikt të këtij viti, dhe siç e dim ne Kosovës i nevojitet 2 muaj për të dalur të rezultati përfundimtar, e pastaj fillojnë prapë bisedimet për koalicione, se sërish nuk do të kemi forcë politike e cila do të fitojë 50%. Ëndra të tilla ju them të mos shohin asnjëra nga forcat politike në Kosovë, se një gjë e tillë është e pamundur për të arritur në Kosovë. Është arritur para 4 vitesh, apo gati vjen të bëhen 5 vite, mirë po ai ka qenë dëshpërim dhe ka qenë vot kundër së keqes, e cila e ka bërë Lëvizjen Vetëvendosje të fitojë 50 plus 2%, duket. 50 apo plus një deputet, më tepër se 50%. Po, zoti Veliu, të ezarojmë gjitha mundësitë për të zgjidhur ngërçin politik. Së fundmi ka edhe një nisëm nga ana e presidentes Osmani për të mbledhur forcat politike në një tryezë dhe për diskutuar me ato për zgjidhjet. Në gjykimin tim, ke shpresë se do të arrihet nëpërmjet presidentes zgjidhja e ngërçit, apo do të ishte gjë e mirë sikur të arrihet një zgjedhje, pa marrë parasysh se kush e inicion një gjë të tillë, qoftë presidentja, qoftë kryeministri, qoftë edhe vetë opozita, por është mjaft e vështirë që një gjë e tillë të arrihet, pasi që tani po i shkojmë afër 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve dhe jemi në këtë ngërç dhe si duket s'ka pasur vullnet nga asnjëra palë për të arritur deri te marrëveshja. Sido që të jetë, ne duhet të presim dhe urojmë që një gjë e tillë të ndodhë, urojmë që institucionet e Republikës Kosovës të krijohen brenda javës, se është të mirën e vendit, është të mirën e demokracisë, është të mirën e gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, pasi që të gjithë kanë mbetur peng i situatës politike, kanë mbetur edhe problematika të tjera në aspektin ndërkombëtar. Ne e dim se Bashkimi Evropian ka ndarë një fond të caktuar për vendet që pretendojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe lekët e parë nga ky fond kanë arritur të marrin Shqipëria dhe Malizi, ndërsa Kosova nuk ka arritur ende të aplikojë në mungesë të institucioneve. Pastaj Kosova është në sanksione, pastaj kemi të hapur dialogun me Serbinë, janë problematika të mëdha të cilat e presin Kosovën dhe të cilat dojnë zgjidhje. Dhe krerët e partive politike duhet i mendojnë të gjitha, duhet të shohin Kosovën para tyre dhe para çdo njëri nga individët aty në parlament, në mënyrë që t'ju japin zgjedhja më e mirë dhe t'ju japin zgjedhje dhe zgjidhja më e mirë. Mendoj në këtë rast do të ishte një koalicion gjithë përfshirës, pra i të gjitha partive politike, pastaj do të kishim një qeveri e cila do të kishte mundësi të marrë vendime të rëndësishme e ndoshta për fatin tonë të keq do t'ju vijë rasti të bëjnë edhe vendime të dhimbshme. Po, zoti Veliu, edhe një pyetje të fundit. Ju përmendët në fakt disa prej proceseve të cilat cënohen si pasojë e mos krijimit të institucioneve, përgjithsisht procese integruese dhe ato që kanë të bëjnë me dialogun midis Kosovës edhe Serbisë. Po nëse flasim për administrimin e brendshëm të shtetit Kosovës, kjo te zgjatje, a ka kosto me aq sa ke kuptuar, pra thënë ndryshe, po funksionon shteti në momentin që flasim apo jo? Po, qeveria është qelësi të gjithave dhe gjithçka fillon nga qeveria. Dhe përderisa
unë për shembull javën e kaluar kam pasur informacione se në sirtarët e Ministrisë e Shëndetësisë kemi shumë barra që mungojnë, barra esenciale, të cilat sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe në këtë, pra këtu kemi të bëjmë edhe me rrezikim të jetës së njerëzve, pasi kemi njerëz të cilët nuk kanë mundësi që ato barra t'i sigurojnë në mënyrë vetanake. Dhe në qoftë se kjo është e saktë, atëherë është e mjaftueshme për të reaguar sa më shpejt që është e mundur për të krijuar institucione. Zoti Veliu, faleminderit shumë. Përshëndes. Në Vjesht, edhe një gjë mos harroj. Në Vjeshtën e këtij viti është radha e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Çka në qoftë në atë Kosova nuk do të ketë qëllim. Edhe domethënë që gjithçka është duke u grumbulluar dhe të u mbledhur në një pikë të përbashkët. Unë uroj që vedia e liderëve tanë të rikthehet dhe të mendojnë më pak për veti e më shumë për shtetin. E shpresojmë të gjithë këtë. Falenderoj. Nga këtu, me që sot është e premte jemi 2 ditë para mbajtjeve të zgjedhjeve në Shqipëri, dëshiroj që Shqipëria të ketë zgjedhje të mira në bara dhe të krijojmë qeverinë sa më shpejt që është e mundur, për çka unë jam shumë i bindur se në vonesa të tilla në Shqipëri nuk do të kemi. Faleminderit. Mirë, isha me zotin Lulzim Veliu, fola për ngërçin politika atje për situatën e proceseve integruese të Kosovës, ndërkohë do të shkojmë edhe një herë tek